Tash e kom bo përgatitjen, i kom qitë plet gjos, e kom livru, i kom shu me frez, edhe tash pe mjellin për silazh për lop. Kjo tokë është kalorik, tokë ka cilësi, kjo ka prodhim, tokë është fort tokë e mirë. Edhe mendojmë si kemi arrit cakit. Prodhimi cilësor dhe i suksesshëm nis bazohet në përgatitjen e duhur të tokës. Pra, përgatitja e tokës nuk është vetëm një proces bujqësor. Lavrimi, pjatimi dhe punë tjera të bëra mjaftueshëm rezultojnë me pasurim e ruajtje të materieve ushqyese, sasisë së lagështisë në tokë, pa të cilët bima nuk zhvillohet mirë e mjaftueshëm. Sigurisht që përgatitja ndërlidhet edhe me faktorët klimaterik. Përfillja e lagështisë në tokë është e domosdoshme. Lagështia e tepërt, por edhe thatësia përcaktojnë cilësinë, përmbajtjen, kushtet bazike për mbjerje dhe zhvillim të bimës së mbjellur. Përgatitja e tokës është një investim ideal për të ardhmen e të kurave, me analiza të kujdesshme, si dhe me një punim sa më të mirë të tokës krijohet, domethënë kushte sa më të mira për mbjerjen e fares dhe zhvillimin e bimës, duke siguruar rendimente sa më të larta për kulturën e cila kultivohet. Livrimi dhe shriftimi janë dy operacione esenciale gjatë punimit ideal të tokës. Livrimi, domethënë, në një thellësi prej 30 deri në 40 cm mundson një ajrosje sa më të mirë të tokës, po ashtu edhe shriftësimin edhe ajo duke mundsuar shtrirjen sa më të lehtë të sistemit rrënjor të bimëve. Kështu që e mire tjetër e livrimit dhe shkriftimit sa më të mirë të tokës është edhe eliminimi i barojave të dëmshme që mund të ndikojnë drejt për drejt në shëndetin e bimëve, po ashtu edhe mund të jenë si bartës e dëmtuesve ose shfrytzues të materieve ushqyese të njëjta sikur të bimët. Prodhimi i dëshiruar i lartë e cilësor nuk mund të arrihet pa përgatitur të duhur të tokës. Natyrisht që përgatitja e duhur arrihet duke përdorur mekanizëm adekuat bujqësor të shoqëruar me makina ngjitse. Prodhimi i lartë nuk mund të arrihet në tokë të përgatitur jo mirë e mjaftueshëm. Prodhimi i bollshëm arrihet pas realizimit të praktikave përgatitore për krijim të kushteve që mundsojnë mbjerjen normale të bimës dhe zhvillimin e saj pas mbjerjes. Një tokë e shëndetshme duhet të jetë ajrosur mirë që arrihet me lëvrim, përmes të cilit prishen shtresat e ngurta, toka bëhet më e butë dhe më qarkulluese për ujin dhe ajrin. Plerimi është një hap jetik për të pasuruar tokën me lëndë ushqyese esenciale, përdorimi plera organike si pleu i shtallës dhe kompost rrit pjellorinë natyrale të tokës, ndërsa plerat kimike plotësojnë nevojat ushqyese të menjëhershme të bimëve. Uji është jetik për bimët, por duhet të menaxhohet me kujdes. Sistemet e kullimit shmangin grumbullimin e ujit të tepërt, ndërsa sistemet e ujitjes ndihmojnë në sigurimin e lagështisë së qëndrueshme për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm të kulturave. Erozioni i tokës mund të dëmtojë pjellorinën dhe strukturën e saj. Mbjellja e bimëve mbrojtëse si baroja dhe bimët me rrënjë të thella ndihmon në stabilizimin e tokës. Ndërtimi i kanaleve për kollim dhe përdorimi i terrasave në zona të bjerta parandalon erozionin e tokës dhe ruan pjellorinë e tokës. Analizat e tokës janë të thelbësuara përpara mbjelljes për disa arsye. Testet e tokës tregojnë nivelet e azotit, fosforit dhe kaliumit, duke lejuar fermerët të aplikojnë plerat në mënyrë sa më efikase. Aciditeti ose alkaliniteti i tokës ndihmon në disponshmërinë e lëndëve ushqyese. Rregullimi i pH-s siguron rritje optimale të bimëve. Njohja nëse toka është tranore, lymore apo argjilore ndihmon në përcaktimin e nevojave për ujitje dhe drenazh. Analiza e tokës mund të zbulojë mikroorganizma të dobishëm ose të dëmshëm që ndikojnë në shëndetin e bimëve. Si të kryen një test të tokës? Janë 3 hapa kryesorë që mund me kry sa më thjesht një test tokës. Është mbledhja e mostrave, dërgimi në laborator dhe vëzhgimi i karakteristikave fizike. Interpretimi i rezultateve të analizave të tokës. Në bazë të analizave që kemi kryer, është në nevojshme ose domosdoshme që të interpretohen rezultatet si niveli i pH-s, niveli të lëndëve ushqyese, kryesisht makroelementeve azot, fosfor dhe kalium, si dhe materia organike dhe struktura. Niveli i lartë i materjes organike përmirëson pjellorinë dhe mbajtjen e ujit, po ashtu tokat të ngjeshura mund të kenë nevojë për ajrim për të lejuar depërtimin sa më të lehtë të sistemit rrënjor të bimëve.
çdo tokë ka veçoritë të saj, tipare, cilësinë, plashmërinë dhe faktorë tjerë shoqërues përcaktues të suksesit në prodhimtari. Sigurisht që në proces të përgatitjes duhet të futet edhe analiza e duhur e tokës, që ka për qëllim përcaktimin e përmbajtjes pasurisë së tokës me elemente kimike për pasurim ose shmangje të elementeve që ndihmojnë ose dëmtojnë bimen. Analizat janë tregues për pasurinë të tokës me materie ushqyese që i duhen bimes. Në anën tjetër, me analiza arrihet edhe evitimi i materieve që dëmtojnë ose frenojnë zhvillimin e bimes. Disa toka janë të pasura me materie ushqyese e disa janë në deficit dhe përbuqit janë shumë të rëndësishme analizat e pH-s për sukses të plot të mbjelljes.